Në qapi kanë dinjona i red vlaznit të motrat që nuk u apin pjesë që ju të kam pi babës. Me gjithse që anë ku mund, që anë këte, që anë ka një tjetër, kush do që i tjetë, aji djeli të kam pi babës, gjdo femne, gjdo gjalljen e gjdo femne. Ne jena 3 motra, 3 vlazën, 2 motra e ka njëtën e mej, nuk ka nevoj për të lipi babës djeli. Une lipi për vetë, ama nuk ma api. Ku të shkoj, ku të kthehet? Për parëm nësi i bëhet jeta, fer i bëhet jeta. Po ku të shkue? Përveç që ti marrë ullët e uqve që kuetër më të pash, ku do shkue? Më kur dhe pjakesh, të vim pondi, duhet bësh vetë brasje, duhet shkosh murdar. Jam në fshatin Gjenovic me Fidaie dhe Arin, një zonjë 70 vjeçare e cila dëshiron të tregoj historinë e saj dhe të bëj një apel tek të gjithë prindërit, vëllezërit, se pas një historie të trisht, të një ndarje bashkëshortore, edhe një historie të trisht që ka jetuar, ajo ka ngelur mes rrugëve për shkak të mos ndarjes së pasurisë e cila prindi i saj ka pasuri dhe në një kohë që do t'i kishte dhënë pjesa që i takon vajzës së familjes, pra ky është një rasti përveç. Kjo temë është shumë e gjerë, por jo nuk i jepet vëmendja e duhur publikisht për shkak se të gjithë thonë motra duhet të gjej pasurinë te burri i saj, nuk ka nevojë të marr pasurinë nga familja dhe në një rast të një konflikti bashkëshortor, ndarjeje, gruaja detyrohet jetojën konflikt në një burr të dhunshëm për shkak se s'ka ku të kthehet. Atëherë ti kur u ndajte për martesës parë? Vëllai më qoj për herë të parë në gjyq, si orendi, për të presh kundërzimi. Në më tha kur mëna ke gjyqi, do të pëj se sa sudia më renda kur do hesh. A do pajtohesh, thoj jo. A do s'kesh prap ke banesa, thoj jo. Qaq. Si më thaj, unë që ashtu thash, s'dishëm, s'kësha shko asë njerë në gjyq. Kurse për ziti erë kur ka e thirja, vla e ka gjysë, për sretja presh kundërzimit për prezencën time. Kështu që unë hopa. Ama unë nuk hopa për ati qajlës, se ka qënë për qajlës. Vëgjeme për hopa për vlajt shembë. Vlaj ma hopi shancën. E në, kur ka marrë shenjën e Rozvot Braka që si o presh kundërzimit, sa një sa bëjnë di, kur atë këshpeja. Tha, o do martohesh për zditi herë, o motra jo nuk mund t'jesh se kisha 3 vllazë. E në tha delishoj shpejnë e babës. Atëherë kisha marrë të zja jote, në nuk disha të folë në pakt. Se kur më tha delishoj shpejnë e babës, do është t'i thonë pse? E babës o shpeja, po në kurse me ju e tja. Më da, e babës lishojnë, te po delishojnë une. Ama në kujtova marrë, më kishte vdek baba vrek, si fëmijit babës, Hajdar më kanë qujtë, Hajdari ka qenë në Gostivari për mendër, bitë bej Macedonijë ndoshta, se ka puno me tregti, ka puno tuliponë, në një peshte shumë në Gostivari. E në nuk folja kur gjo. Nona qante, nona në kisha gjallë, ma si dulaj, nona zoqa, në thot me nonë që shdo bëj. Tha, pika e parë, tha nonës fasoli burit o gjartë një gurit. Dhe sa i ljenë gjemë panon që i kërejt me dim dhe që i kanë trup, se me therët, me thejt pi gjallida e zburit parë. Po kisha shumë pare, më nuk kisha që ke banka, i shkuj ushtar, unë pare t'i qova në bank, e gjallida e zburit që i më theri, ka kujto se unë i kom pare të këshpeja ne jam vetë. Unë i kisha gjallin e mas 3 vjeqar, gjallin e vogël 11 mujsh bebe. Ama më për fatin tim, ka erzolva 3 me mu mi kesh, më jes vetë e në vlaj vogël 12 vjeqar. Në naj kurejnë ta i shef 5 veta. Në boj prap, s'ka bo. Kështu si bin drejt ke kreja në mësellën mu me qekiq. Mësellën me qekiq, unë qëlloj ka tavanin, nuk bi tavanin. Zollën e qyshin qefsere. Thëm qefsere, kjo qënë ka njeri, nuk qënë ka tërmet. Së në kujtava se tërmet me time. Thot sa kur ngre, gjaldaje, si kushe një gjallin e dajës vetë, nuk je budale. Thot ote, thot qysh jetu, bo qke me nosën, thot unë e di se ti ke ertë marish pare, a më pare të tonë janë në bank. A altonat nosja ja dha vlajt vetë verës kur u martohu. Kështu që nuk ka as pare, shpeja as altona, për me mërë në qafë, nosën unë 23 vjeqare ku më gjanat ka. E na ju kur thot se s'ka as pare as altona, i s'ke e cocës, shpo me thek sel me qekiq, unë e coca kishe si një 5-6 theka, unë kom
12 theka, plus zorën e trashtë preme, në kur e kum katu në zollëvën, a im ka sejë për zditi erë me që kiqë kësho që 40 kamca në krej. Si shpu, 40 kamca, më pas kjo ka ndash në 80 bitë. Si meta e menqme. Zati me të madhin e vetë, zarkis isha pajtare. Me men, me di men, në për momentin merja, në bimbereqja adversën, si mas moshës, super, jam 70 vjeqara, më në merja. Si, që kësho më tha blaja, në nëna që kësho më tha, në më pak e njova nëna, më pak zemrën, se isha rritësohet me 12 theka në trup, plus punu isha sërma këshpeja, e në më punë shtetit ku më qanë. Në dolla pishpejës babës, shkova me qira. Mas një 3 mujve, më ndimoj një kolegë, një kolegë që këshim punu sërma, kësho në përshpeja punu ishim, të qeli një diqan me sërma. Unë ta ma me qolla butikun, vlaj unë grejt ma më shull ki, vlaj dit me emën Gjemejla i Dari. I thonë të nanës, shko thojle ta më qeli butikun, se dhe shkel me qere dhe më qojnë buk. Nana njerë, djerë, 3 herë, të njerë kur ardhë, e kisha me pa qetër ta më shjeli. Se vlaj, shka ku i vlajt. Që t'ka thonë ashta? Pse do thot ka njerëzit Raspushtenitsa që e ka lën burin mas 20 vjetëve, ka qel butik. Qon ka tut qelish butik. Aj vlla mu më detiroj të buhem grue kafje shembull, punojnë kafe ose ti marrë dhe të këqia, si të thote se fitka motra ime me, thotë Hajdari, në fakt me emën Fidaia, nuk ka motra e Gjemejla Hajdari. Qao, që qate kështë dashtaj. Ama nune, që ashtu thujsha... Sonia jo vajza, ku dhe detyrohet? Për detyrohet që u detyrohet dhe ke pjakut